Shteti tani më ka shumë pak mundësi për të bërë, për ta parapenguar ngritjen e çmimeve, sepse që nga legjislaturat e mëparshme ne kemi mbi popullim të pompave të derivateve, nga 250 sa ka nevojë Republika e Kosovës, kemi rreth 800. Kemi problem me kontrollin e pompave dhe të cilësisë. Edhe kemi problem ndër qeveritar dhe ndër konsumator, sepse asnjë legjislaturë qeveritare akoma nuk e ka njohur ose as nuk e njeh qytetarin konsumator, i cili një herë është taksapagues si i tillë zgjerues kryesor e buxhetit, për nga ne e financojmë shtetin, e financojmë parlamentin, e financojmë qeverinë, e financojmë mintin, i financojmë edhe mekanizmat e kontrollit të tregut. Erdhëm te tregu. Po të kishim treg, tregu do të vepronte si regulator çmimesh dhe furnizimesh. Me vetë fakti se ne akoma nuk e kemi konsoliduar tregun, dëshmohet mungesa e tregut të konsoliduar dhe veprimi kaotik i çmimeve dhe të gjithë atyre që marrin pjesë në këtë tregtim. Është e vërtet se ngritja e çmimeve të energjentet në veçanti shkakton efekt domino, siç e thotë ju, nxit edhe shtrejtimet e artikujve të tjerë. Pikë së pari të çmimeve të transportit. Jo të gjithë transportuesit kanë paralajmëruar ngritjen e çmimesh, por këta që e kanë paralajmëruar ngritjen e çmimeve shihet se janë në konflikt me ligjin për konkurrencë lirë, dhe unë shpresoj që Agjencioni i Konkurrencës së Lirë do të veprojë dhe do të identifikojë të gjithë ata që po e prishin kulturën e mirë të qasjes së tregit. Ngritja e çmimeve do të ketë, pra e nisëm me ngritjen e çmimeve të transportit urban dhe ndërurban. Ngritja e çmimeve do të ketë në bujqësi, ngritja e çmimeve do të ketë në prodhimtarinë vendore, në prodhimin e artikujve themelor ushqimor, siç është buka dhe të tjera, dhe do të jemi të lumtur nëse përfundojmë vetëm me ngritje e çmimesh, sepse mungesa e derivateve po vret në Gjermani dhe shumë shpejt mund të na ndodhë dhe neve këtu në Kosovë. Shqeni, kjo është farsë dhe frazë e boçme. Ne nuk kemi nevojë për inspektor shtesë. Ne kemi nevojë për inspektor të vëmendshëm, të vullnetshëm, të cilët me gjobat e tyre ndikojnë në edukimin e biznesmenëve dhe bizneseve. Jo sa për sy e faqe, sa për të përmbushur një normë në letra dhe në numra. Domethënë, nëse inspektori punon vullnetshëm konform ligjit, ai edukon abuzuesin që mos abuzojë më. Nëse një inspektor i kthehet një të dështuar i disa herë, do të thotë se janë në konflikt interesi. Pyetje me vend. Në kohë krizash, në këtë momenton kur Kosova është e rrethuar gjithandej me luftra, kur nuk është shumë larg kur ne patëm Covidin, besa edhe ne para 27 viteve, dje patëm 27 vjetorin, ishim në luftë. Ne tani më do të duheshim të ishim të vetëdijsuar, të edukuar për kursim. Që mos të befasohemi si Gjermania, ne duhet që tani të edukohemi, që të mësohemi të kursejmë. Bashkë me ne, si qytetar konsumator, duhet të mësohet edhe shteti të kursej. Dhe pastaj, nga kjo fazë, të paktën kjo qeveri, për dallim nga legjislaturët e mëparme, duhet filloj të njohë qytetarin konsumator taksapagues, sepse asgjë nuk mund të bëjë pa ne, dhe as ne nuk mund të bëjmë asgjë pa te.